Futbollistja e talentuar 17 vjeçare, Elda Nuredini nga Bujanoci, është një sulmuese e lindur me nuhatje perfekte për golin. Ajo po e kurorëzon me merit rrugtimin e saj me fanelën kuqezi dhe është në rrugën e duhur për të ndritur në arenën ndërkombëtare. Elda Nuredini në sezonin 2023-2024 me KFF Dykoriku në 20 ndeshjet ka realizuar plot 56 gola dhe pas huazimit te skuadra e KFF-s Vizioni në ligën e parë në sezonin 2024-2025 ka shkëlqyer me 35 gola në vetëm 12 ndeshje. Televizioni Koha gjatë qëndrimit në Bujanoc, ku zhvillua turneun mbarkombëtar i futbollit për fëmijë, realizoi një bisedë të shkurtër me futbollisten super të talentuar, e cila hapat e para i ka filluar që në moshën 10 vjeçare. Unë fillova me sport në moshën 10 vjeçare. Hapat e parë si futbolliste kam filluar në ekipin KF Lugina. Pasi që nuk ishim shumë vajza dhe serviteshim me djem, kalova tek ekipi KF Presheva Bujanoc, ku luajta diku 2 vite e gjysmë dhe garoni me të gjithë ekipet në Serbi, dhe pastaj në sezonin vjeshtor fillova të luaj në ekipin FC Dykoriku në Prishtinë. Pas një sezoni të suksesshëm me Dykorikun, ku shënova prej 18 ndeshjeve 42 gola, mora ftesë edhe nga kombëtarja e Kosovës U17 dhe unë në 19. Dhe pastaj nga ekipi FC Dykorikut në formë huazimi kalova tek ekipi KF Vizioni, ku ne garojmë në ligën e parë dhe pas një sezoni prej 17 ndeshjeve ka shënuar diku 45 gola dhe mora ftesën edhe nga kombëtarja e Shqipërisë në grupmoshën U17. Elda Nuredini është një sulmuese e spikatur, për çka edhe ka dëshmuar veten. Sipas nevojës, ajo me sukses luan edhe si mes fushore. Unë duke i parë ndeshjet në televizion, u inspirova nga lojtarë të mëdhenj, lojtari im i preferuar është Leo Messi, duke parë atë, dhe vendosa unë patë dëshirë dhe unë të luaj dhe vendosa që të bëjmë një ditë si ai. Elda Nuredini thot se në luginën e Preshevës, ku ka shumë talente, ajo veçon Gjemshitin tek djemt dhe Mimoza Hamidin tek vajzat. Luginën e Preshevës, Bera Gjemshiti, futbolliste Mimoza Hamidi. Për ftesën nga kombëtarja shqiptare, Elda Nuredini thot do të jap më të mirën nga vetja e saj. Premtoj të jap më të mirën dhe të përfaqësoj vendin tim në mënyrën më të mirë. Elda Nuredini ka edhe një porosi për sportistet e reja në Maqedoninë e Veriut dhe në veçanti për të rejat tetovare. Që të merren me futboll sa më shumë dhe që të mos dorëzohen asnjëherë, të ndjekën ëndrat e tyre. Synimet e Elda Nuredinit janë që të shënojë sa më shumë gola, si për klubin e sidomos për kombëtaren shqiptare, që gjithmonë ka qenë ëndra e saj të vesh fanelën me emblemën kuqezi.